Një takim i rastësishëm në një kafene të mbushur me njerëz do të ndryshojë përgjithmonë jetën e një babai beqar dhe vajzës së tij. Një grua e re e plagosur nga dhimbja do të gjejë një familje të re aty ku më pak e priste. Dashuria do të lulëzojë në vendet më të papritura, duke vërtetuar se fillimet e reja mund të jenë më të bukura se të parat. Para se ta dëgjoni këtë histori të jashtëzakonshme, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori interesante. Aroma intensive e kafes së sapo bërë përzihej me bisedat e gjalla që jehonin në të gjithë lokalin. Ishte një shtun tipike pranvere në kryeqytet dhe Caf do Centro ishte më e zënë se zakonisht pas javëve të njëpasnjëshme me shi që i kishin mbajtur njerëzit brenda. Marko rregulloi karrigen e vajzës së tij 6 vjeçare, Anës, ndërsa vëzhgonte fluksin e vazhdueshëm të klientëve që hynin e dilnin nga lokali. Babi, a mund të porosis një çokoladë të nxehtë me marshmallow? Pyeti Ana, duke lëvizur këmbët e saj të vogla nën tavolinë ndërsa shfletonte një libër për të ngjyrosur që e mbante gjithmonë me vete në daljet e fundjavës. Sigurisht, princesh. E di që të shtunat tona janë të veçanta, u përgjigj Marko me një buzëqeshje plot dashuri, duke parë sytë e vajzës së tij të shkëlqenin nga gëzimi. Ato momente së bashku ishin bërë themeli i jetës së tyre pas divorcit paqësor, por të dhimbshëm të Kiarës 2 vjet më parë. Marko ishte arkitekt, punonte në një zyrë në qendër të qytetit dhe gjatë javës mezi e shite Anën për shkak të agjendës së tij të ngjeshur. Prandaj, fundjavat ishin të shenjta. Çdo të shtunë nga ana fetare, babai dhe vajza takoheshin për mëngjes, i ndjekur nga një shëtitje në park ose një vizitë në një librari. Ishte një ritual që të dy e prisnin me padurim gjatë gjithë javës. Ndërsa prisnin porosin, Marko vuri re një grua të re që qëndronte me ngurim në hyrje të kafenes. Ajo duhet të ketë qenë rreth 28 vjeç, me flokë bjonde që i binin butësisht mbi supe, dhe diçka në shikimin e saj i tërhoqi vëmendjen. Kishte një trishtim të thellë në ato sy të gjelbër, sikur mbante një peshk të padukshme mbi supe. Ishte atëherë që ai e kuptoi se ajo kishte vetëm një krah, krahu i majt i ishte prerë në shpatull. Gruaja filloi të ecte midis tavolinave, duke kërkuar qartë një vend për të ulur. Marko vëzhgoi me diskrecion se si ajo ju afrua disa tavolinave, vetëm për të refuzuar me gjeste të sjellshme, por të vendosura. Kafeneja ishte vërtet e mbushur me njerëz, por ai ndjeu diçka më shumë, një lloj sikleti midis njerëzve kur vuri re aftësinë e saj të kufizuar. Babi, pse është e trishtuar ajo vajzë? Përshpëriti Ana, duke ndjekur vështrimin e të atit. Nuk e di, e dashur. Ndoshta ajo thjesht po kërkon një vend për të ulur, u përgjigj Marko, duke ndier një piçkim dhëmshurie në gjoks. Gruaja e re ju afrua disa tavolinave të tjera pa sukses. Me çdo refuzim, shpatullat e saj dukeshin sikur përkuleshin pak më shumë, dhe Marko vuri re se si ajo mori frym thellë, duke mbledhur guximin për të provuar përsëri. Kishte diçka në qëndrimin e saj që e preku thellë, një përzierje vendosmërie dhe brishtësie që i zgjoi instinktin mbrojtës. Më në fund, ajo u drejtua për në tavolinën e tyre. Marko mund ta shihte nga afër sa e zbeth ishte fytyra e saj, pothuajse e raskapitur, dhe si duart e saj, në fakt, dora e saj e vetme, po i dridheshin pak. Më falni, tha ajo me zë të butë por të lodhur. A do të ishte e mundur të ndaja një tavolinë me ju? E di që tingëllon e çuditshme, por nuk munda të gjeja një vend tjetër dhe. Zëri i saj u dobësua në fund dhe Marko e kuptoi sa e vështirë ishte për të ta bënte atë kërkesë. Pa hezituar asnjë sekond, ai u ngrit dhe tërhoqi një karrige. Sigurisht. Ju lutem, u luni, tha ai me një buzëqeshje vërtet mikpritëse. Unë jam Marko, dhe kjo është vajza ime, Ana. Lehtësimi në fytyrën e gruas së re ishte i menjëhershëm dhe prekës. Faleminderit shumë. Unë jam Olivia, u përgjigj ajo, duke u ulur me kujdes në karrigen që i kishte ofruar Marko. Ana, e cila kishte qenë gjithmonë një fëmijë e shoqërueshme dhe kurioze, menjëherë tregoi interes për shoqen e saj të re. Përshëndetje, Olivia. Je shumë e bukur. Të pëlqen të vizatosh? Po e ngjyros këtë libër këtu, tha ajo, duke treguar faqet e saj shumë ngjyrëshe me një entuziazëm fëmijëror. Olivia buzëqeshi për herë të parë që kur hyri në kafene, një buzëqeshje e sinqertë që i ndriçoi fytyrën e lodhur. Faleminderit, Ana. Më pëlqen të vizatoj. Në fakt, punoj me të. Jam dizajnere grafike. Kjo është fantastike. Babi, ajo vizaton njësoj si ti me bimët e tua, thiri Ana, duke e bërë Markon të qeshte.
Bimët janë paksa të ndryshme nga dizajni grafik, princesh, shpjegoi ai, duke ju drejtuar edhe Olivias. Unë jam arkitekte, kështu që vizatoj, por ato janë dizajne ndërtesash dhe shtëpish. Biseda rrjedhi natyrshëm që nga ajo pikë. Marko porositi një kafe për Olivian, e cila fillimisht u përpoq të refuzonte, por më në fund pranoi me mirënjohje. Ndërsa bisedonin, ai vuri re se si ajo shmangte të fliste për veten, duke i drejtuar gjithmonë pyetjet tek ata. Po ti, Olivia? A ke jetuar këtu në kryeqytet për një kohë të gjatë? Pyeti Marko, vërtet i interesuar. Një hije i kaloi nëpër fytyrë. Unë jetoj, kam jetuar më parë, është e komplikuar, u përgjigj ajo, duke shikuar poshtë. Po kaloj nëpër disa ndryshime në jetën time. Ana, me sinqeritetin tipik të fëmijëve, pyeti drejt për drejt, je e trishtuar? Kur jam e trishtuar, babi më përqafon fort dhe gjithçka përmirësohet. Olivia buzëqeshi përsëri, këtë herë me lot në sy. Je shumë e ëmbël, Ana. Dhe po, isha pak e trishtuar, por të qenit këtu duke folur me ty më bën të ndihem më mirë. Marko ndjeu një lidhje të menjëhershme me atë grua. Kishte diçka në mënyrën se si ajo e trajtonte Anën, me durim dhe dashuri të sinqertë, që i bëri përshtypje. Dhe dobësia që ajo përpiqej ta fshite zgjoi tek ai një dëshirë për ta mbrojtur, për ta njohur më mirë. Gjatë bisedës, Ana përmendi rastësisht, sot është një ditë e veçantë për mua sepse mora një notë të mirë në shkollë. Urime, tha Olivia, duke përplasur dorën e djathtë në tavolinë. Faleminderit. Po ti? A është edhe sot një ditë e veçantë për ty? Pyeti Ana me kuriozitet fëmijëror. Olivia hezitoi për një moment, pastaj u përgjigj butësisht, e po sot është ditëlindja ime. Ana kërceu nga karrigja e saj, e emocionuar. Ditëlindja e saj? Babi, është ditëlindja e Olivias. Duhet të këndojmë gëzuar ditëlindjen. Përpara se dikush të mund të reagonte, Ana filloi të këndonte me zë të lartë gëzuar ditëlindjen, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë kafenes. Klientë të tjerë, të mbërthyer nga gëzimi i fëmijës, filluan t'i bashkoheshin këngës. Marko, fillimisht i turpëruar, shpejt u bashkua korit kur pa lotët e emocioneve në sytë e Olivias. Kur muzika mbaroi, e gjithë kafeneja duartrokiti dhe Olivia u prek dukshëm, duke u përpjekur të fshite lotët. Faleminderit, pëshpëriti ajo. Ka kaluar shumë kohë që kur dikush më këndoi gëzuar ditëlindjen. Marko u ngrit menjëherë. Kjo nuk mund të qëndrojë kështu. Ana, a të blejmë një tortë për të festuar? Po, bërtiti Ana, duke kërcyer nga gëzimi. Disa minuta më vonë, Marko u kthye me një tortë të vogël me çokoladë dhe një qiri. Kamarieri, i cili e kishte parë të gjithë skenën, solli shkrepse pa i pyetur askush. Kur ndezën qiriun dhe Olivia e shuajti, duke bërë një dëshirë të heshtur, ajo buzëqeshi mes lotësh, një buzëqeshje që Marko nuk do ta harronte kurrë. Cila ishte porosia juaj? Pyeti Ana me kuriozitet. Nëse ta them, nuk do të ndodh, u përgjigj Olivia, duke parë drejt për drejt Markon. Por mund të them se ka të bëjë me takimin me njerëz të veçantë kur më pak e pret. Pjesa tjetër e mëngjesit kaloi shpejt. Olivia tregoi se si ishte rritur në atë pjesë të qytetit, se kjo kafene ishte një nga vendet e saj të preferuara të fëmijërisë. Ajo foli për punën e saj si dizajnere e pavarur, pasionin e saj për filmat e pavarur dhe libraritë e vjetra. Marko zbuloi se kishin shumë të përbashkëta, të dy e donin muzikën, frekuentonin të njëjtën kinema të pavarur në qendër të qytetit dhe ndanin një shije të veçantë për kafenet me mobilje të ndryshme. Kur erdhi koha për të ikur, Ana pyeti, Olivia, a do të jesh këtu të shtunën tjetër? Olivia e shikoi Markon e pasigurt. Unë nuk e di. Ndoshta. E jani të lutem, ju lut Ana. Ishte festa më e mirë e ditëlindjes që kam parë ndonjëherë. Marko u ndjej detyruar të fliste. Nëse do zakonisht shkojmë në park pas kafes. Do të ishte shumë mirë të kishim shoqërinë tënde. Për herë të parë që kur e kishte takuar, Olivia dukej vërtet e lumtur. Do të më pëlqente shumë kjo. Shumë, me të vërtetë. Ndërsa u përshëndetën te dera e kafenes, Marko ndjeu diçka që nuk e kishte përjetuar prej kohësh. Një ndjesi se diçka e rëndësishme kishte filluar atë ditë, një lidhje që shkonte përtej miqësisë së rastësishme. Olivia dukej se ndjeu diçka të ngjashme, sepse u kthye për herë të fundit para se të largohej. Faleminderit që më lejuat të ulem me ju, tha ajo. Më shpëtuat ditën.
Faleminderit që na e bëre ditën kaq të veçantë, u përgjigj Marko, i habitur nga fjalët e tij. Ndërsa ecnin drejt makinës, Ana i mbajti dorën të atit dhe e pyeti, "Babi, a të pëlqeu Olivia?" Marko mendoi me kujdes për përgjigjen. "Po, Ana. Ajo duket si një person shumë i veçantë. Shpresoj që të vijë të shtunën tjetër." Ishte shumë e trishtuar, por ishte e lumtur që ishte me ne. Marko u pajtua, duke imagjinuar tashmë se si do të ishte takimi i tyre i radhës. Kishte diçka tek Olivia që e intrigonte dhe e tërhiqte në të njëjtën kohë. Mënyra se si e trajtonte Anën, mirënjohja e saj e sinqertë dhe, mbi të gjitha, forca që tregonte pavarësisht trishtimit të dukshëm në sytë e saj. Gjatë rrugës për në shtëpi, Marko nuk mund të ndalonte së menduari për të. Kishte shumë më tepër në historinë pas atij vështrimi melankolik, dhe ai e gjeti veten vërtet të interesuar ta njihte më mirë. Për herë të parë që nga divorci, ai ndjeu diçka që i lulëzonte në gjoks, një kuriozitet, një interes që shkonte përtej mëshirës. Anën e zuri gjumi në sediljen e pasme të makinës, duke mbajtur ende disa peceta nga kafeneja ku kishte vizatuar lule për Olivian. Marko buzëqeshi ndërsa e shikonte të bien duke fjetur, duke menduar se si ajo kishte qenë përgjegjëse për ta shndërruar një takim të rastësishëm në diçka potencialisht të veçantë. Kur mbërritën në shtëpi, ndërsa po e vinin Anën për të fjetur, Marko pyeste veten nëse Olivia do të shfaqej vërtet të shtunën e ardhshme. Një pjesë e tij shpresonte me ankth që ajo të shfaqej. E shtuna pasardhëse erdhi më ngadalë nga çe kishte pritur Marko. Gjatë gjithë javës, ai e gjeti veten duke menduar për Olivian, duke u pyetur nëse ajo do të shfaqej vërtet në kafene. Ana, nga ana e saj, nuk mund të ndalonte së foluri për vajzën e bukur nga festa e ditëlindjes, duke skicuar fotografi të 3 personave së bashku në fletët e saj të letrës. "Babi, a mendon se Olivia do të jetë atje sot?" pyeti Ana për të 10ën herë atë mëngjes, ndërsa po bëhej gati të dilte. "Nuk e di, princesh. Nëse ajo nuk është këtu, nuk është problem. Do të argëtohemi gjithsesi," u përgjigj Marko, duke u përpjekur të dukej i shkujdesur, megjithse mezi i priste ta shihte përsëri Olivian. Kur mbërritën në kafene, Marko kontrolloi me kujdes dhomën, duke kërkuar për flokë bjonde. Ai nuk e pa askund. Ata u ulën në të njëjtën tavolinë si javën e kaluar dhe Marko u përpoq ta fshite zhgënjimin e tij. Ndoshta ajo e kishte rimenduar, ndoshta thjesht kishte qenë mirësjellje nga ana e saj që e pranoi ftesën. "Ajo mund të vijë prap, babi," tha Ana, sikur po i lexonte mendimet. Ata porositën mëngjesin e tyre të zakonshëm dhe Marko po përpiqej të përqendrohej në bisedën e tij me Anën kur dëgjoi një zë të njohur pas tij. "Shpresoj që ata ende të kenë një vend për mua." Marko u kthye shpejt dhe pa Olivian që qëndronte aty me një buzëqeshje të turpshme në fytyrë. Ajo kishte veshur një fustan blu të çelët që i nxirrte në pas sytë e gjelbër dhe mbante një çantë të vogël mbi shpatull. Duket më e pushuar se javën e kaluar, sikur të kishte fjetur më mirë. "Olivia," bërtiti Ana, duke kërcyer nga karrigia për ta përqafuar. Olivia ja ktheu përqafimin me krahun e djathtë, duke u dukur vërtet e lumtur me entuziazmin e fëmijës. "Përshëndetje, zemër. Dukesh edhe më e bukur sot." Marko u ngrit për të tërhequr karrigen, duke ndier një gëzim të papritur që i përshkoi gjoksin. "Sa mirë që erdhët. Ne po ju prisnim." "Më fal që jam vonë," tha Olivia, duke u ulur. "Më është dashur të kujdesem për disa gjëra këtë mëngjes." Gjatë kafes, biseda rrjedhi edhe më natyrshëm se javën e kaluar. Olivia dukej më e relaksuar, më e gatshme për të marrë pjesë. Ajo përmendi se e kishte kaluar javën duke organizuar disa projekte të pavarura dhe se po mendonte të pranonte një punë të përhershme në një agjenci të vogël në qendër të qytetit. "Është një agjenci e re, por pronarët janë njerëz shumë të sjellshëm. Ata nuk e kanë problem." Bëri ajo një gjest diskret me krahun e djathtë, duke treguar aftësinë e saj të kufizuar, dhe ata e vlerësojnë punën time. "Kjo është e mrekullueshme," tha Marko me sinqeritet. "Duhet ta pranosh nëse mendon se është e përshtatshme për ty." Ana, e cila po vizatonte në librin e saj të ngjyrosjes, ngriti kokën. "Olivia, a mund të më mësosh si të vizatoj më mirë?" "Dua të vizatoj si ti." "Sigurisht. Çfarë lloj vizatimi do të doje të mësoje? A mund të jenë njerëz?" "Unë gjithmonë vizatoj njerëz shumë të çuditshëm." Olivia buzëqeshi dhe mori një laps.
Me një aftësi mbresëlënëse duke përdorur vetëm dorën e djathtë, ajo filloi të vizatonte në PC. Brenda pak minutash, ajo kishte krijuar një portret të thjeshtë, por të saktë të Anës. "Wow", thiri vajza. "Si e bëre kaq shpejt?" "Shumë praktik", u përgjigj Olivia. "Dhe e di sekretin? Gjëja e rëndësishme nuk është të vizatosh në mënyrë të përsosur, por të vizatosh me dashuri." Marko e vëzhgoi bashkëveprimin e tyre me një zemër të ngrohtë. Ai pa se si Olivia e trajtonte Anën me durim dhe dashuri të sinqertë, pa përbuzjen që tregonin disa të rritur kur flisnin me fëmijët. Ana, nga ana tjetër, duke e magjepsur nga Olivia, duke bërë pyetje për gjithçka, punën e saj, interesat e saj, madje edhe për krahun e saj, me ndershmërinë e drejtpërdrejtë të fëmijëve. "Të dhemb?" pyeti Ana, duke treguar me gisht vendin ku duhet të ishte krahu i majt i Olivias. Marko u tensionua nga frika se mos pyetja mund ta turpëronte Olivian, por ajo u përgjigj natyrshëm. "Ndonjëherë dhemb pak, por nuk është asgjë që nuk mund ta përballoj." "Dhe e dini çfarë? Kam mësuar të bëj shumë gjëra që kur nuk i imagjinoja se mund t'i bëja." "Çfarë lloj gjërash?" "E po, mësova të gatuaj pjata të ndërlikuara, të ngas makinën, madje edhe të luaj në kitar." "Ti luan kitar?" pyeti Marko i impresionuar. "Po, di të luaj. Më është dashur të mësoj një teknik tjetër, por funksionon", tha ajo me një buzëqeshje krenare. Pas mëngjesit, siç kishin premtuar, ata u nisën për në park. Ishte një ditë me diell dhe e këndshme, perfekte për një shëtitje. Ana vraponte përpara, duke u ndalur her pas here për t'i treguar Olivias lule ose flutura, dhe Olivia tregonte interes të vërtet për gjithçka që fëmia tregonte. Marko dhe Olivia ecnin krah për krah, dhe ai e kuptoi sa rehat ndihej në praninë e saj. Nuk kishte presion për të mbushur heshtjet, as atë tension artificial që shpesh shoqëron takimet e para. Ishte sikur e kishin njohur njëri tjetrin prej shumë kohësh. "A mund të bëj një pyetje personale?" pyeti Marko me ngurim. "Mundesh", u përgjigj Olivia, megjithse qëndrimi i saj u ngurtësua pak. "A ke familje këtu në qytet?" "Miq?" Olivia vonoi pak për t'u përgjigjur, dhe kur e bëri, zëri i saj u ul. "Nuk kam më familje. Humba prindërit dhe motrën time më të vogël rreth një vit më parë." Marko ndjeu zemrën t'i shtrëngohej fort. "Më vjen keq." "Nuk kishe pse të përgjigjeshe nëse nuk doje." "Jo, nuk ka problem. Ishte një aksident strukturor. Ndërtesa ku jetonim u shemb gjatë një rikonstruksioni të dështuar. Mbeta i varrosur për orë të tëra. Kur më gjetën, isha i vetmi mbijetues." Fjalët dolën pothuajse mekanikisht, sikur tua kishte treguar atë histori shumë herë mjekëve dhe punonisëve social. Marko ndaloi se ecuri dhe u kthye nga ajo. "Olivia, unë jam pa fjalë. Kjo është arsyeja pse erdha në kafene atë mëngjes", vazhdoi ajo, duke parë Anën që po luante më përpara. "Ishte vendi i preferuar i familjes sime për mëngjesin e së dielës. Mendova se të qenit atje do të më bënte të ndihesha më afër tyre. Por kur mbërrita, u ndjeva vetëm më e humbur dhe e vetmuar. Derisa u shfaqet të gjithë." Marko ndjeu një val emocionesh. "Tani nuk je vetëm." Ajo e shikoi me një shprehje të prekshme. "Ndonjëherë kam frikë se do të mësohem me këtë. Me ty dhe pastaj." "Dhe pastaj çfarë?" "Dhe pastaj ju të gjithë vazhdoni jetën tuaj dhe unë mbetem përsëri vetëm." Marko u ndal plotësisht dhe u pozicionua përballë saj. "Kjo nuk do të ndodhë. Ana të adhuron dhe unë më pëlqen shumë shoqëria jote. Je pjesë e të shtunave tona tani, nëse do." Olivia buzëqeshi, këtë herë me lot në sy, por ishin lot lehtësimi. "Dua vërtet." Në atë moment, Ana u kthye duke vrapuar. "Olivia, ka një liçen pikërisht përpara me rosat. Do ta shohësh?" "Sigurisht, e dashur." Ata e kaluan gjithë pasditën në park. Ana i tregoi Olivias të gjitha vendet e saj të preferuara, sheshin e lojrave, liçenin me rosat, pemën ku i pëlqente të fshihej. Olivia mori pjesë me entuziazëm në gjithçka, duke e shtyr Anën në lëkundje me krahun e djathtë, duke u ulur në bar për të parë rosat, madje duke u ngjitur në rëshitse kur Ana këmbëngulte. Marko i shikonte të gjitha me një buzëqeshje në fytyrë. Ai pa se si Olivia po kënaqej vërtet, se si fytyra e saj kishte fituar ngjyrë dhe jetë gjatë gjithë ditës. Dhe gjithashtu vuri re se sa rrezatuese ishte Ana me shoqen e saj të re.
Ndërsa dielli filloi të perëndonte, ata vendosën të shkonin në një librari që ishte në rrugën e kthimit. Ishte një librari e vjetër, me rafte druri që arrinin deri në tavan dhe koltuqe të shpërndara nëpër korridore. E dua këtë vend, përshpëriti Olivia, duke thithur aromën e librave të vjetër. Edhe unë vi shpesh këtu, tha Marko. Anës i pëlqen shumë seksioni i fëmijëve. Ata kaluan pothuajse një orë duke eksploruar librarin. Olivia zgjodhi një libër arti, Marko zgjodhi një për arkitekturën e qëndrueshme dhe Ana u largua me 3 libra me përralla për fëmijë që Olivia i kishte sugjeruar. Mund të paguaj për librat e Anës, ofroi Olivia. S'ka nevojë, tha Marko. Të lutem. Dua ta bëj këtë. Ajo më dha dhuratën më të mirë që mund të kërkoja. Çfarë dhurate? Ndjenja e përkatësisë diku përsëri. Marko ndjeu një ngrohtësi në zemër nga ato fjalë. Ai e lejoi atë të paguante për librat e Anës, gjë që e preku me dhuratën e papritur. Gjatë rrugës për në shtëpi, Ana ra në gjumë në sediljen e pasme, duke përqafuar librat e saj të rinj. Marko dhe Olivia biseduan me zë të ulët gjatë gjithë rrugës. Ajo i tregoi më shumë për punën e saj, ëndrat e saj për të pasur një ditë studion e saj. Ai foli për Anën, për sfidat e të qenit një baba beqar, për mënyrën se si po mësonte të balanconte punën dhe atësinë. Je një baba i mrekullueshëm, tha Olivia ndërsa ndaluan përpara apartamentit të saj, një studio e vogël në një ndërtesë modeste në qendër të qytetit. Dhe je një njeri i mrekullueshëm, u përgjigj Marko. Ana është me fat që të ka takuar. Ne të dy jemi. Olivia e shikoi me një shprehje që nuk mund ta deshifronte dot, por që ja bëri zemrën të rritë fort. Shihemi të shtunën tjetër? Shihemi të shtunën tjetër, konfirmoi ai. Ndërsa po ngiste makinën për në shtëpi me Anën në gjumë në sediljen e pasme, Marko reflektoi mbi atë ditë. Ndjeu diçka që po rritej brenda tij, diçka që nuk e kishte përjetuar që kur martesa e tij me Kiarën filloi të përkeqësohej. Nuk ishte vetëm tërheqje fizike, megjithse Olivia ishte padyshim e bukur. Ishte një lidhje më e thellë, një ndjenjë se më në fund kishte gjetur dikë që e kuptonte mënyrën e tij të parit të botës. Javën pasuese, Marko e gjeti veten duke numëruar ditët deri të shtunën. Ana gjithashtu tregoi shenja ankthi, duke pyetur vazhdimisht për Olivian dhe duke sugjeruar aktivitete që mund të bënin së bashku. Babi, a mund të vi Olivia për darkë ndonjëherë? Pyeti Ana të enjten. Nuk e di, princesh. Ndoshta është shumë herët për këtë. Por dua t'i tregoj dhomën time. Dhe vizatimet e mia. Marko qeshi me entuziazmin e së bijës. Le ta shohim, në rregull. Ndoshta mund ta pyesim të shtunën. Kur mbërriti e shtuna e tretë, Olivia tashmë po i priste në kafene. Këtë herë, ajo kishte mbërritur më herët dhe kishte arritur të siguronte një tavolinë për 3 persona. Ajo kishte veshur një bluzë jeshile që i theksonte sytë, dhe Marko vuri re se ajo dukej më e sigurt, më e qetë. Mirëmëngjes, familje, tha ajo kur i pa duke mbërritur, dhe Marko ndjeu diçka të veçantë kur e dëgjoi të përdorte atë fjalë. Olivia. Ana vrapoi ta përqafonte. Solla vizatime për ty. Gjatë gjithë mëngjesit, Ana shfaqi vizatimet e saj të javës, shumica prej të cilave përshkruanin 3 figura së bashku në ambiente të ndryshme. Olivia i vlerësoi sinqerisht secilën prej tyre, duke ofruar sugjerime konstruktive që e entuziazmuan edhe më shumë Anën. E di çfarë, Ana? Je shumë e talentuar. A ke menduar ndonjëherë të ndjekësh mësime vizatimi? A mund ta bëj, babi? Pyeti Ana me entuziazëm. Marko buzëqeshi. Mund të flasim për këtë. Atë të shtunë, përveç parkut dhe librarisë, ata vizituan një muze të vogël arti modern që po organizonte një ekspozit mbi ilustrimet për fëmijë. Olivia i shpjegoi Anës teknikat dhe stilet me një durim breselënës, dhe Marko e kuptoi se si ajo kishte një talent të lindur për mësimdhënie. Ishte gjatë një pushimi në muze, ndërsa Ana ishte e zhytur në një instalacion interaktiv, që Marko mblodhi guximin të thoshte diçka për të cilën kishte menduar prej javësh. Olivia, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht. A do të doje të ham darkë në shtëpinë tonë ndonjëherë? Ana më ka kërkuar të tregoj dhomën dhe vizatimet e saj. Olivia buzëqeshi, por Marko dalloi një hezitim në sytë e saj. Je e sigurt? Nuk dua të ndërhyj në rutinën tënde gjatë javës. Nuk do të ndërhyje. Do të ishe shumë i mirë pritur.
Pra po. Do të më pëlqente shumë kjo. Ata u morën vesh të takoheshin të martën pasardhëse. Marko do ta merrte pas pune dhe do të darkonin në shtëpi. Ishte një hap i rëndësishëm, e dinte ai, të sillte dik në hapësirën që ndante me Anën, duke e prezantuar atë me rutinën e tij shtëpiake. Atë natë, ndërsa ai po e vinte Anën në shtrat, ajo bëri një pyetje që e zuri në befasi. Babi, a e don Olivian ashtu siç e doje mamin? Marko heshti për një çast, duke kërkuar fjalët e duhura. Pse e pyet këtë, princesh? Sepse buzëqesh ndryshe kur je me të. Dhe sepse ajo të bën të dukesh i lumtur. Ndershmëria e fëmijës e preku thellë. Olivia është një person shumë i veçantë, Ana. Dhe po, më pëlqen shumë. A të shqetëson kjo? Ana tundi kokën negativisht. Jo. Edhe mua më pëlqen. Dhe mendoj se është e trishtuar ndonjëherë. Ndoshta nëse kalon më shumë kohë me ne, do të jetë më pak e trishtuar. Marko i puthi ballin të bijës, i prekur nga mençuria e saj fëmijërore. Ndoshta ke të drejtë. Ndërsa Ana flinte, Marko reflektoi mbi atë që i kishte thënë e bija. Ishte e vërtet, ai ishte i lumtur. Për herë të parë pas vitesh, ndjeu një lehtësi në gjoks, një pritje pozitive për të ardhmen. Dhe gjithçka kishte filluar me një akt të thjeshtë mirësie në një kafene të mbushur me njerëz. E Marta mbërriti me Markon më të shqetësuar nga çe kishte pritur. Gjatë gjithë ditës së punës, ai e gjeti veten duke menduar për darkën që kishte organizuar me Olivian. Do të ishte hera e parë që ajo do të vizitonte shtëpinë e tij, hera e parë që do të shihte jetën e tij private, hera e parë që do të shihte se si jetonin ai dhe Ana kur nuk ishin në publik. Ajo doli herët nga zyra dhe ndaloi në treg për të blerë përbërës të freskët. Vendosi të përgatiste diçka të thjeshtë, por të veçantë, lazanja me perime, të cilën e dinte se Ana e donte shumë, dhe një sallatë jeshile. Bleu gjithashtu një shishe verë të kuqe dhe, duke menduar për Olivian, zgjodhi lule të freskëta për të dekoruar tryezën. Babi, a kam mbërritur ende? Pyeti Ana për herën e 20, duke vrapuar para dhe mbrapa nëpër apartament. Jo ende, princesh. 10 minuta të tjera, u përgjigj Marko, duke kontrolluar që tavolina ishte shtruar në mënyrë perfekte. Ai kishte përdorur porcelanin e tij të veçantë, llojin që e rezervonte për raste të rëndësishme, dhe kishte ndezur qirin për të krijuar një atmosferë mikpritëse. Apartamenti i tyre ishte i bollshëm dhe i ndriçuar mirë, me dritare të mëdha me pamje nga parku ku ata shëtisnin shpesh. Marko kishte bërë shumë përpjekje për dekorin, duke përzier mobilje moderne me copa vintage që i jepnin personalitet hapësirës. Muret ishin të dekoruara me plane arkitekturore të kornizuara dhe vizatime të Anës, një kombinim që pasqyronte në mënyrë të përsosur jetën e tyre të ndërthurur. Kur ra zilja e derës, Ana vrapoi drejt derës. Është këtu. Është këtu. Marko hapi derën dhe pa Olivian që qëndronte aty, duke mbajtur një buqet të vogël me margaritar dhe një pako shumë ngjyrëshe. Ajo kishte veshur një fustan të thjeshtë por elegant ngjyrë vere, dhe flokët e saj ishin të lëshuara, duke rënë natyrshëm mbi supe. Përshëndetje, tha ajo me një buzëqeshje të turpshme. Solla lule në shtëpi dhe një dhuratë për Anën. Nuk kishe nevojë, tha Marko, duke e ftuar brenda. Por faleminderit. Lulet janë të bukura. Ana menjëherë u interesua për paketën. Është për mua? A mund ta hap? Sigurisht, e dashur. Ana e hapi me kujdes dhuratën dhe gjeti një komplet të plot vizatimi, lapsa me ngjyra profesionale, stilolapsa special dhe një blok letre me cilësi të lartë. Sytë e saj shkëlqenin nga gëzimi. Faleminderit, Olivia. Këto janë lapsat më të bukur që kam parë ndonjëherë. Këto janë lapsa për artistë të vërtet, shpjegoi Olivia duke u gjunjëzuar pranë Anës. Me këto, vizatimet e tua do të jenë edhe më të bukura. Marko e pa skenën me një zemër të ngrohtë. Ai pa sa sinqerisht kujdesej Olivia për Anën, sa me kujdes e kishte menduar dhuratën që do të sillte. Nuk ishte thjesht një gjest mirësjelljeje, por një akt dashurie të vërtetë. Eja, do të ta tregoj shtëpinë, tha ai, duke i ofruar krahun Olivias. Vizita e shtëpisë ishte e qetë dhe e natyrshme. Olivia tregoi interes të sinqert për projektet arkitekturore të Markos, duke bërë pyetje inteligjente rreth zgjedhjeve të tij të dizajnit.
Kur mbërritën në dhomën e anës, vajza këmbëngullit i tregonte të gjitha vizatimet e saj, duke ia shpjeguar secilin me hollësi Olivias, e cila dëgjoi me vëmendje dhe ofroi komente inkurajuese. Je shumë e talentuar, Ana, tha Olivia me sinqeritet. Vizatimet e tua tregojnë histori. Kjo është shumë e rëndësishme në ardh. Gjatë darkës, biseda rrjedhi natyrshëm. Olivia vlerësoi lazanjen dhe ndau histori nga fëmijëria e saj, duke e bërë Anën të qeshte me rrëfimet e përpjekjeve të saj të hershme në gatim. Marko mësoi më shumë detaje rreth jetës së saj, si kishte studiuar dizajn grafik në universitet, si ëndërronte që një ditë të kishte studion e saj, si e shijonte muzikën klasike dhe filmat e vjetër. Po ti, Marko? A ke dashur gjithmonë të bëhesh arkitekt? Pyeti Olivia. Që kur isha fëmijë, ndërtoja shtëpi me bloqe ndërtimi dhe vizatoja plane imagjinare shtëpish. Prindërit e mi mendonin se ishte thjesht një fazë, por unë kurrë nuk e ndryshova mendjen. Po Ana, a mendon se ajo do të ndjek gjurmët e tua? Marko shikoi të bien, e cila ishte zhytur në vizatimin e çantës së saj të re. Mendoj se ajo do të ndjek rrugën e saj. Dhe cila do qoftë ajo rrugë, unë do ta mbështes. Pas darkës, ndërsa Ana luante në dhomën e ndenjes me lapsat e saj të rinj, Marko dhe Olivia lanin enët së bashku. Ishte një aktivitet i thjesht shtëpiak, por kishte diçka thellësisht ngushëlluese në punën krah për krah në atë mënyrë. Olivia i trajtonte enët me kujdes dhe aftësi, dhe Marko vuri re se sa në mënyrë të përsosur ishte përshtatur ajo me rutinën e tij të lëvizjeve. Faleminderit që më ftuat, tha ajo ndërsa thante një pjath. Ka kaluar shumë kohë që kur jam ndjer kaq si në shtëpi diku. Je e mirëpritur këtu kur të duash, u përgjigj Marko, duke prekur shkurt gishtat e tij të saj ndërsa mori një goll. Momenti u ndërpre nga Ana që vrapoi në kuzhinë. Olivia. Përfundova një vizatim për ty. Ishte një portret i të treve së bashku, të kapur për dore përpara një shtëpie me një kopsht me lule. Figurat ishin të thjeshta, por ato përcillnin gëzim dhe bashkim. Olivia e mbante vizatimin me kujdes, dukshëm e prekur. Është vizatimi më i bukur që kam marrë ndonjëherë, Ana. Do ta vendos mbi frigoriferin e apartamentit tim. Në frigorifer? Pse? Sepse aty i vendosim gjërat më të rëndësishme në mënyrë që t'i shohim çdo ditë. Kur erdhi koha që Olivia të largohej, Ana këmbënguli që të qëndronte edhe pak. Të lutem? Kemi akoma akullore për ëmbëlsirë. Marko qeshi me këmbënguljen e së bijës, por pa që edhe Olivia nguronte të largohej. Po sikur të marrim akulloren dhe ti të qëndrosh edhe gjysmë ore? Nëse nuk është shumë problem. Asnjë problem fare. Ata po hanin akullore në dhomën e ndenjes, ndërsa Ana po i tregonte Olivias histori nga shkolla, kur telefoni i Markos ra. Ishte një numër që ai e njihte mirë, Kiara, ishte gruaja e tij. Ajo telefononte vetëm në raste urgjente që lidheshin me Anën ose kur i duhej të ndryshonte ndonjë marrëveshje vizitash. Më falni, duhet t'i përgjigjem kësaj, tha ai, duke e çuar telefonin në dhomën e gjumit. Përshëndetje, Kiara. Si je? Përshëndetje, Marko. Më vjen keq që po telefonoj kaq vonë, por kam disa lajme të rëndësishme. Marko ndjeu një shtrëngim në stomak. Çfarë ndodhi? E mora transferimin. Do të kthehem në kryeqytet muajin tjetër. Marko qëndroi i heshtur për disa sekonda duke përpunuar informacionin. Kiara ishte zhvendosur në një qytet më të vogël 2 vjet më parë, menjëherë pas divorcit të saj, për të zënë një pozicion më të mirë në fushën e saj si psikologe. Distanca i bënte vizitat e Anës më të ndërlikuara, duke i kufizuar ato në disa javë gjatë pushimeve dhe disa fundjava në muaj. Kjo është shumë mirë. Ana do të jetë e lumtur të shoh më shpesh, tha ai, duke u përpjekur të dukej entuziast. Në fakt, Marko, dua të flas për këtë. Për rritjen e kohës që kaloj me Anën. Dhe për gjëra të tjera. Gjëra të tjera? Kiara pshërtiu në anën tjetër të linjës. Po mendoja ndoshta duhet të flasim për veten tonë. Për familjen tonë. Marko ndjeu tokën të dridhej nën këmbët e tij. Kiara, çfarë po thua? Po them se ndoshta bëm një gabim. Ndoshta hoqëm dorë nga martesa jon shumë lehtë. Isha e hutuar, e përqendruar në karrierën time, por tani i shoh gjërat ndryshe. Marko mbeti krejtësisht pa fjalë. Gjatë 2 viteve që nga divorci, Kiara nuk kishte dhënë asnjë shenjë se ishte penduar për ndarjen.
Përkundrazi, ajo gjithmonë ishte dukur më e lumtur dhe më e përmbushur në jetën e saj të re. Chiara, folëm për këtë. Arritëm në përfundimin se ishim më mirë si miq, si prindër të Anës, se sa si burr e grua. E di çfarë tham. Por njerëzit ndryshojnë, Marko. Unë kam ndryshuar. Dhe kam menduar sa të lumtur ishim përpara se gjithçka të ndërlikohej. Marko kaloi dorën nëpër flok, nervozisht. Duhet ta përpunoj këtë. Nuk mund ta bëj këtë bisedë tani. Sigurisht. Por mendo për atë që thash. Mendo për Anën. Ajo meriton të ketë një familje të plotë. Pasi mbylli telefonin, Marko qëndroi ulur në shtrat për disa minuta, duke u përpjekur të organizonte mendimet e tij. Për 2 vjet, ai ishte përshtatur me jetën si baba beqar. Ai kishte gjetur ritmin e tij, lumturinë e tij. Dhe tani, pikërisht kur po fillonte të ndjente se mund të kishte diçka të veçantë me Olivian, Chiara ishte kthyer me propozimin për të rindërtuar martesën e tyre. Kur u kthye në dhomë, Olivia menjëherë e kuptoi se diçka nuk shkonte. Je mirë, pyeti ajo me zë të ulët. Po, çështje që lidhen me punën, gënjeu ai, duke mos dashur të hynte në detaje para Anës. Por Ana, me intuitën tipike të fëmijëve, vuri re edhe ndryshimin në humorin e babait të saj. Babi, je i trishtuar? Jo, princesh. Vetëm pak e lodhur. Pjesa tjetër e mbrëmjes kaloi me një farë tensioni në ajër. Marko u përpoq të ruante qetësinë, por mendja e tij ishte shumë e trazuar për t'u përqendruar plotësisht në bisedë. Olivia dukej se ndjeu se diçka kishte ndryshuar, por ajo e respektoi hapësirën e tij dhe nuk këmbënguli. Kur e çoi Olivia në shtëpi, më në fund e pyeti, Marko, je i sigurt që gjithçka është në rregull? Ke qenë ndryshe që nga ajo telefonat. Marko e ndaloi makinën përpara ndërtesës së saj, duke menduar nëse duhej t'ia tregonte. Ai vendosi të ishte pjesërisht i sinqertë. Ajo ishte ish gruaja ime. Ajo do të kthehet në kryeqytet muajin tjetër. Ah! Olivia heshti për një moment. Kjo është mirë për Anën, apo jo? Ajo do të jetë në gjendje ta shohë nënën e saj më shpesh. Po, është mirë për Anën, u pajtua Marko, por toni i tij nuk tingëllonte bindës. Olivia e studioi për disa sekonda. Po për ty? A është mirë për ty? Marko hezitoi. Është e komplikuar. Olivia pohoi ngadalë me kokë. E kuptoj. Shpresoj që gjithçka të shkojë mirë. Ajo doli nga makina, por para se të mbyllte derën, u mbështet brenda. Faleminderit për darkën. Ishte një mbrëmje e mrekullueshme. Edhe unë, tha Marko me sinqeritet. Ndërsa po kthehej në shtëpi me makinë, Marko ndihej i hutuar dhe në konflikt. Propozimi i Kiarës e kishte zënë plotësisht në befasi. Gjatë martesës së tyre, ata kishin qenë të lumtur për disa vite, por kohët e fundit marrëdhënia e tyre ishte shndërruar më shumë në një partneritet për t'u kujdesur për Anën sesa në një romancë të vërtetë. Ndarja kishte qenë miqësore pikërisht sepse të dy e kuptuan se nuk mund ta ringjallnin më pasionin tek njëri tjetri. Por tani, pikërisht kur po fillonte të ndjente diçka të vërtetë për Olivian, u shfaq Chiara duke folur për rindërtimin e familjes. Dhe Marko nuk mund ta mohonte se ideja që Ana të kishte një familje tradicionale i pëlqente. Ai gjithmonë ishte shqetësuar për ndikimin e divorcit tek Ebia, edhe pse e dinte se ajo dukej e përshtatur mirë. Në të njëjtën kohë, ai mendonte për Olivian dhe si ndihej kur ishte me të. Lidhja midis tyre ishte e vërtetë, intensive, ndryshe nga çdo gjë që ai kishte përjetuar ndonjëherë. Ishte një tërheqje që shkonte përtej fizikes, ishte intelektuale, emocionale, një ndjenjë se më në fund kishte gjetur dikë që e plotësonte. Ai mbërriti në shtëpi dhe e gjeti Anën tashmë duke fjetur në divan, duke mbajtur ende një nga lapsat e rinj. Marko e çoi në dhomën e saj, duke menduar se si vajza e tij ishte lidhur me Olivian, se si të dy dukeshin se kishin një lidhje të natyrshme. Ndërsa rregullonte kuzhinën, Marko vuri re vizatimin që Ana i kishte bërë Olivias ende mbi tavolinë. Ishte një fotografi e të treve së bashku, si familje. A ishte kjo ajo që donte ai? A ishte kjo ajo që ishte më e mira për Anën? Atë natë, Marko qëndroi zgjuar deri vonë, duke menduar. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu se duhej të bënte një zgjedhje të vërtetë. Dhe cili do qoftë vendimi i tij, ai do ta ndryshonte në mënyrë drastike rrjedhën e jetës së tij. Ditët në vijim kaluan në një mjegull pasigurie për Marcon.
Ai u përpoq të ruante rutinën e tij normale, por biseda me Kiarën i jehonte vazhdimisht në mendje. Gjatë takimeve të punës, ai e gjeti veten duke menduar për propozimin e saj. Ndërsa luante me Anën, ai pyeste veten se çfarë do të ishte më e mira për vajzën e tij. Kiara kishte planifikuar të mbërrinte në qytet të premten dhe donte të drekonte me të shtunën, në mënyrë që të diskutonin më tej situatën. Po atë të shtunë ai pati takimin e tij të zakonshëm me Anën dhe Olivian në kafene. Të njëjtën në mbrëmje, Marko më në fund vendosi ta telefononte Olivian. Ai donte t'i shpjegonte situatën, edhe pse nuk ishte i sigurt për qëllimet e veta. Telefoni ra disa herë para se ajo të përgjigjej. Përshëndetje, Marko, tha ajo, por zëri i saj tingëllonte i largët. Përshëndetje. Si je? E po. Po ti? Po Ana. Jemi mirë. Marko hezitoi para se të vazhdonte. Olivia, duhet të tregoj diçka për të shtunën. Pati një pauzë në anën tjetër të linjës. Çfarë ndodhi? Ish gruaja ime mbërriti në qytet sot. Ajo do të flasë me mua të shtunën. A do të ishte e mundur të takoheshim të dielën në vend të së shtunës? Olivia vonoi pak për t'u përgjigjur. Sigurisht. S'ka problem. Je i sigurt? Dukesh ndryshe. Jam thjesht i lodhur. Marko, ndoshta do të ishte më mirë nëse e anulojmë këtë fundjavë. Do t'ju lëju të dyve të zgjidhni çështjet tuaja familjare. Fjalët e saj e goditën Markon si një grusht në stomak. Olivia, nuk është kështu. Nuk është një çështje familjare në mënyrën se si po mendon. Marko, e kuptoj. Ke prioritete, ke një histori me të, një vajzë. Është e natyrshme që dëshiron të përpiqesh t'i zgjidhësh gjërat. Ti nuk e kupton. E kuptoj shumë mirë, ndërpreu ajo me zë më të fortë tani. Dhe kjo është në rregull. Ndoshta edhe mua më duhet pak kohë të mendohem. Telefonata përfundoi me Markon që mbante një telefon të heshtur, duke ndjerë sikur diçka e rëndësishme po i rrëshiste nga gishtat. Të shtunën, Marko e la Anën me nënën e saj për të ngrënë drek me Kiarën. Ata u takuan në një restorant në qendër të qytetit, i njëjti ku shkonin kur ishin martuar. Marko mbërriti i pari dhe priti me nervozizëm, i pasigurt se çfarë të priste nga biseda. Kiara hyri në restorant duke u dukur më e pjekur, më e sigurt nga që mbante mend Marko. Ajo kishte veshur një fustan elegant blu marine dhe kohët e fundit i kishte prerë flokët në një stil më modern. Ajo buzëqeshi kur e pa dhe shkoi drejt tavolinës me një vetbesim që e habiti. Marko, dukesh shumë mirë, tha ajo, duke i dhënë një përqafim që zgjati pak më shumë nga sa priste ai. Edhe ti po shkon mirë, u përgjigj ai, duke u përpjekur të mbante një ton të qetë. Si ishte zhvendosja? Ishte një nxitim, por emocionuese. Mora një apartament vërtet të mirë këtu në qendër, shumë afër zyrës së re. Dhe gjithashtu afër shkollës së Anës. Gjatë drekës, Kiara foli për pozicionin e saj të ri profesional, për mënyrën se si ishte pjekur gjatë 2 viteve të ndarjes, për sa shumë i mungonte familja që kishin ndërtuar së bashku. Ajo ishte e kujdesshme me fjalët, por Marko mund ta kuptonte se ku po shkonte biseda. Marko, a të kujtohet pse u martuam? Pyeti ajo më në fund. Sepse e donin njëri tjetrin, u përgjigj ai pa hezitim. Dhe a të kujtohet pse u ndam? Marko mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Sepse ndaluam së komunikuari. Ishim si shok dhome që ndanim një vajzë. Pikërisht. Por kjo mund të ndryshoj, apo jo? Njerëzit rriten, ata piqen. Marko e vështroi, duke u përpjekur të kuptonte qëllimet e saj. Kiara, ku po shkon me këtë? Ajo mori frym thellë para se të përgjigjej. Dua të arrij në pikën që ndoshta hoqem dorë shumë lehtë. Dua të arrij në pikën që ne ende kujdesemi për njëri tjetrin. Dhe më e rëndësishmja, dua të arrij në pikën që Ana meriton t'i ketë prindërit e saj bashkë. Ana është mirë. Ajo është e lumtur. Por ajo mund të ishte më e lumtur. Marko, e pe si është kur jemi të gjithë bashkë gjatë vizitave? Si buzëqesh kur bëjmë si kur jemi një familje normale për disa orë? Marko e dinte se ishte e vërtetë. Në rastet e pakta kur ishim bashkë për ngjarjet e shkollës ose për ditëlindjet e Anës, vajza duke i shkëlqente në pranitë të dy prindërve të saj. Kjo nuk do të thotë që duhet të martohemi përsëri, tha ai. Jo, por do të thotë që duhet të përpiqemi.
Të paktën ta shqyrtojmë mundësinë. Kiara u përkul mbi tavolinë me sytë e saj të ngulur mbi të tia. Marko, e di që gjithmonë ke qenë një njeri familjar. E di që do më të mirën për Anën. Dhe gjithashtu e di që ndonjëherë ndihesh i vetmuar, edhe nëse nuk e pranon. Fjalët e tij e prekën shumë. Marko ndihej vërtet i vetmuar ndonjëherë, veçanërisht netët pasi Ana binte në gjumë, kur shtëpia bëhej shumë e qetë. Duhet të mendoj për këtë, tha ai më në fund. Sigurisht. Nuk pres një përgjigje tani. Por Marko nuk do të vonoj shumë. Ana po rritet dhe çdo ditë që kalon është një ditë që nuk po i japim asaj familjen që meriton. Pas drekës, Marko u kthye për të marrë Anën, por mendja i vinte rrotull. Gjatë rrugës, Ana pyeti për nënën e saj, e emocionuar nga ideja për ta parë më shpesh. Babi, tani që mami është kthyer, a do të jeni përsëri miq? Ne kemi qenë gjithmonë shoqe, princesh. Por a do të jetoni përsëri bashkë? Si më parë? Pyetja e pafajshme e Anës e goditi fort. Pse po e pyet këtë? Sepse ëndërrova sikur ishim përsëri një familje. Dhe në ëndër ishim shumë të lumtur. Marko ndjeu zemrën t'i shtrëngoi fort. Gjatë gjithë pjesës tjetër të ditës, fjalët e Anës dhe Kiarës i vërtiteshin në mendje. A donte vërtet Ana që ata të ishin përsëri një familje? Apo tregoi egoist duke ndërtuar një jetë të re kur mund t'i jepte vajzës së tij atë që ajo dëshironte vërtet? Të dielën, siç ishte rënë dakord, Marko e telefonoi Olivian për të konfirmuar takimin. Por ajo nuk ju përgjigj. Ai u përpoq edhe 2 herë gjatë ditës, por pa sukses. Më në fund, vendosi të shkonte në apartamentin e saj. Kur mbërriti në ndërtesë, pa Olivian që po dilte me një valixhe të vogël në dorë. Ajo u ndal kur e pa, qartësisht e habitur. Marko, çfarë po bën këtu? U përpoqa të telefonoja. Nuk më përgjigje. Po udhëtoj. Do të kaloj disa ditë në plazh me një mik. Marko vuri re se ajo po shmangte ta shikonte drejt për drejt. Olivia, a mund të flasim? Vetëm për disa minuta? Ajo hezitoi, pastaj pohoi me kokë. Në rregull. Por nuk kam shumë kohë. Ata u ulën në një stol në sheshin përpara ndërtesës. Marko u përpoq t'i organizonte fjalët, por Olivia foli e para. Marko, nuk ke nevojë të shpjegosh asgjë. E kuptoj situatën në mënyrë të përkryer. A e kupton? Sepse unë nuk kuptoj asgjë. Olivia më në fund e pa në sy. Ish gruaja jote është kthyer. Ana dëshiron të ketë një familje të plotë. Është e natyrshme që ju të dy të përpiqeni të rindërtoni atë që kishit. Nuk është kaq e thjeshtë. Jo. Atëherë ma shpjego. Marko mori frym thellë. Kiara do të provoj përsëri. Ajo mendon se kemi bërë gabim që u ndam. Po ti? Çfarë mendon? Unë nuk e di. Jam i hutuar. Olivia pohoi me kokë, sikur ajo përgjigje ja konfirmoi dyshimet. Pikërisht për këtë arsye më duhet pak kohë. Marko, jam lidhur shumë me ty dhe Anën. Tepër i lidhur. Dhe tani e kuptoj se ndoshta ishte një gabim. Si mund të ketë qenë një gabim? Sepse ke një histori, një familje të vërtetë. Dhe unë jam thjesht dikush që erdhi në jetë. Marko ndjeu zemërimin që po i rritej brenda. Ti nuk je thjesht dikush. Je i rëndësishëm për ne. Për Anën. Për mua. Por askush nuk është më i rëndësishëm se nëna e saj. Askush nuk është më i rëndësishëm se mundësia që Ana të ketë një familje të plotë. Marko heshte sepse nuk dinte si ta kundërshtonte. Ishte e vërtet që Ana donte që prindërit e saj të ishin bashkë. Ishte e vërtet që një familje tradicionale mund të ishte më e mirë për të. Dëgjo, vazhdoi Olivia me zërin e saj më të butë tani. Nuk dua të jem personi që pengoj një familje të ribashkohej. Nuk dua të jem arsyeja pse Ana nuk pati mundësinë t'i kishte prindërit e saj bashkë. Olivia. Marko, duhet ta bësh këtë zgjedhje i vetëm. Pa marrë parasysh se çfarë dua unë ose si ndihem. Duhet të mendosh për atë që është më e mira për Anën dhe çfarë dëshiron vërtet për jetën tënde. Ajo u ngrit dhe mori valixhen. Do të jem larg për një javë. Kur të kthehem, shpresoj se do ta kesh vendosur.
Marko e pa teksa largohej, duke ndjerë sikur po i shyej një pjesë e tij. Ai donte të vraponte pas saj, ti thoshte se e dinte tashmë se cila ishte zgjedhja e saj, por e vërteta ishte se ai ishte ende vërtet I ndarë në dysh. Gjatë javës pasuese, Marko jetoi si një automat. Ai punoi, u kujdes për Anën, por mendja e tij ishte vazhdimisht e ndarë midis dy realiteteve të mundshme. Nga njëra anë, ai shihte mundësinë e rindërtimit të familjes së tij me Kiarën, duke I dhënë Anës atë që ajo dukej se dëshironte, duke u rikthyer në sigurinë e të njohurit. Nga ana tjetër, ai ndjeu mungesën e dhimbshme të Olivias, lehtësinë që ajo sillte në jetën e tyre. Kiara e telefonoi disa herë gjatë javës, gjithmonë e sjellshme, duke I kujtuar gjithmonë kohërat e mira që kishin kaluar së bashku. Madje I sugjeroi që të shkonin të tre në kinema, ajo, Marko dhe Ana, për të provuar se si do të ishte të ishin përsëri bashkë. Ishte gjatë kësaj vizite në kinema, të enjtën në mbrëmje, që Marko pati një zbulim të papritur. I ulur midis Kiarës dhe Anës, duke parë një film për fëmijë, ai kuptoi diçka themelore, nuk ndjeu asgjë të veçantë. Ishte e këndshme, familjare, e rehatshme, por nuk kishte asnjë pasion, asnjë ndjenjë plotësie që përjetoi me Olivian. Ana ishte e lumtur, kjo ishte e vërtetë. Por Marko e kuptoi se lumturia e saj vinte më shumë nga të qenit me të dy prindërit e saj sesa domosdoshmërisht nga të parit e tyre së bashku si çift. Gjatë gjithë filmit, ajo foli për Olivian, duke e pyetur se kur do ta shihte përsëri, duke thënë se donte t'i tregonte vizatimet e reja që kishte bërë. Pasi e la Kiarën në shtëpi, ndërsa po kthehej me makinë me Anën, ajo bëri një pyetje që e habiti. Babi, nuk je I lumtur sot? Po, jam, princesh. Pse pyet? Sepse dukeshe I trishtuar në kinema. Dhe nuk buzëqeshe as edhe një herë. Marko e shikoi të bien në pasqyrën e pasme. Po ti? Ishe e lumtur? Ana mendoi për një moment. Po. Por po mendoja edhe për Olivian. Ajo të bën të buzëqeshësh më shumë. Fjalët e Anës I jehonin në mendje gjatë gjithë natës. Ndoshta përgjigjja që kërkonte nuk do të vinte nga koka e saj e hutuar, por nga mençuria e pafajshme e një fëmije 6 vjeçar që e vëzhgonte botën me një qartësi që të rriturit ndonjëherë e humbisnin. Të premten në mbrëmje, Marko më në fund mori vendimin e tij. Ai e dinte çfarë duhej të bënte, ai e dinte se çfarë bisede duhej të bënte më parë. Dhe ai e dinte se, cili do qoftë rezultati, ai duhej të ishte I ndershëm me veten për atë që ai vërtet donte për jetën e tij. Marko u zgjua të shtunën me një qartësi që nuk e kishte ndjerë prej javësh. Gjatë gjithë natës, ai kishte reflektuar mbi zgjedhjet e tij, mbi atë që donte vërtet për jetën e tij dhe për jetën e Anës. Përgjigjja ishte aty, e qartë si kristali, duke pritur vetëm që ai të kishte guximin ta përqafonte. Ai e telefonoi Kiarën herët në mëngjes, duke I kërkuar të takoheshin dhe të flisnin. Këtë herë, pa praninë e Anës. Ata ranë dakord të takoheshin në të njëjtën kafene ku kishte filluar gjithçka me Olivian, një zgjedhje e vetëdijshme nga ana e Markos, I cili donte të ishte në vendin që përfaqësonte fillimin e tij të ri. Kur Kiara mbërriti, Marko po priste tashmë në tavolinën që kishin ndarë atë të shtunë të parë me Olivian. Kishte diçka simbolike në lidhje me të që ai nuk mund ta injoronte. Marko, dukesh ndryshe, vërejti Kiara, duke u ulur përballë tij. Më I vendosur. Sepse jam I tillë, u përgjigj ai troç. Kiara, duhet të bëjmë një bisedë serioze dhe të ndershme. Ajo u drejtua në karrige, duke kuptuar nga toni I tij se biseda nuk po shkonte ashtu siç kishte shpresuar. Çfarë ke vendosur? Marko mori frym thellë para se të fillonte. Kam vendosur që kishe të drejtë për një gjë, ne ndaluam së lidhuri. Por kishe gabim për një tjetër, kjo nuk mund të ndryshohet. Mars. Më lër të mbaroj, të lutem, tha ai butësisht. Këtë javë, u përpoqa ta detyroj veten të ndjej përsëri diçka për ty, u përpoqa të imagjinoja se si do të ishte për ne të ishim përsëri çift. Dhe e kuptova se kjo do të ishte e padrejtë për të gjithë ne. Kiara heshte, por Marko mund të shihte në sytë e saj se ajo e dinte tashmë se ku po shkonte biseda. Ishim të lumtura, Kiara. Për një kohë, ishim shumë të lumtura. Por njerëzit që ishim kur u martuam nuk ekzistojnë më. U rritëm, ndryshuam, u bëm njerëz të ndryshëm. Dhe këta njerëz të rinj thjesht nuk janë të përputhshëm si çift. Por Ana. Ana do t'i shoh prindërit e saj të lumtur, ndërhyri Marko.
Dhe e vërteta është se ne nuk do të jemi të lumtur duke u shtirur sikur jemi diçka që nuk jemi më. Ajo është e zgjuar, Kiara. Do ta kuptoj nëse thjesht po bëjmë sikur imitojmë diçka. Kiara uli syt nga duart e saj. Mendova me të vërtet mendova se mund të funksiononte. E di. Dhe e kuptoj pse e mendove këtë. Është më e lehtë të kthehesh te e njohura se sa të përballesh me të panjohurën. Por kjo nuk është e drejtë për asnjërin prej nesh. Po Olivia, pyeti Kiara, duke e habitur Marcon. Ana flet shumë për të. Marko ndjeu gjoksin e tij të shtrënguar kur dëgjoi emrin e Olivias. Çfarë thot Ana për të? Që je e lumtur kur je me të. Që të mëson gjëra interesante. Që të bën të qeshësh. Kiara buzëqeshi me trishtim. Dhe që të bën të buzëqeshësh në një mënyrë që nuk e kam parë prej kohësh. Marko u habit nga komenti i Kiarës. Ty nuk të shqetëson kjo? Marko, mund ta kem ngatëruar mallin për familjen tonë me dashurinë romantike, por kjo nuk do të thotë që dua të shoh të palumtur. Nëse kjo grua të bën të lumtur, nëse është e mirë për Anën, atëherë. Pshërtiu ajo thellë, atëherë ndoshta kjo është ajo që ju nevojitet të dyve. Ata biseduan për një orë tjetër, duke u marrë me detaje praktike rreth rutinës së tyre të re me Kiarën që do të jetonte përsëri në qytet. Ata ranë dakord që Ana të kalonte më shumë kohë me nënën e saj gjatë javës, por që të shtunat do të vazhdonin të ishin ditë të veçanta midis babait dhe vajzës. Ishte një bisedë e pjekur dhe plot respekt që i konfirmoi Markos se kishin marrë vendimin e duhur 2 vjet më parë. Kur i than lam të mirë, Kiara e përqafoi fort. Shpresoj të jesh i lumtur, Marko. E meriton. Edhe ti e meriton, Kiara. Dhe do ta gjesh lumturinë tënde. Pasi foli me Kiarën, Marko shkoi ta merrte Anën nga shtëpia e nënës së saj. Gjatë rrugës për në shtëpi, ai i shpjegoi vajzës së tij me fjalë të thjeshta se nëna e saj ishte kthyer në qytet për të qenë më afër saj, por se nuk do të jetonin më bashkë. Të trishton kjo, princesh? Ana mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Pak. Por as mua nuk më lëreha. Sepse dukesh e trishtuar gjithë javën dhe nuk më pëlqen kur je e trishtuar. Mençuria e fëmijës i bëri përshtypje përsëri Markos. Dhe a do të doje ta shije përsëri Olivian? Sytë e Anës ndriçuan. Shumë. A do të kthehet sot? Nuk e di, e dashur. Ajo po udhëton dhe mund të jetë ende larg. A mund ta telefonosh? Marko buzëqeshi. Mund të provoj. Atë pasdite, Marko u përpoq ta telefononte disa herë Olivian, por ajo nuk ju përgjigj. Pastaj vendosi të shkonte në apartamentin e saj për ta takuar personalisht. Ai donte t'i shpjegonte vendimin e tij, ai donte t'i tregonte asaj se çfarë kishte zbuluar për ndjenjat e saj. Kur mbërriti në ndërtesë, portieri e informoi se Olivia ishte kthyer nga udhëtimi atë mëngjes. Marko u ngjit në katin e saj me zemrën që i rrite fort. Kur azile, dëgjoi hapa që po afroheshin, pastaj heshtje. Olivia? Jam unë, Marko. A mund të flasim? Dera u hap ngadalë, duke zbuluar Olivian me sy të kuq, sikur të kishte qenë duke qarë. Ajo kishte veshur rroba të përditshme dhe dukej sikur sapo kishte ardhur nga një udhëtim. Marko, çfarë po bën këtu? Duhet të flas me ty, është e rëndësishme. Olivia hezitoi për një moment, pastaj e hapi derën më gjerë. Hyr brenda. Apartamenti i saj ishte i vogël, por komod, i dekoruar me veprat e saj artistike. Marko vuri re vizatimin e Anës të ngjitur në frigorifer, pikërisht siç kishte premtuar. A i ke zgjidhur ende problemet familjare? Pyeti Olivia, duke mbajtur distancë. Kam vendosur, u përgjigj Marko me vendosmëri. Dhe për këtë arsye jam këtu. Ah! Olivia u ul në divan, duke i bërë shenjë të bënte të njëjtën gjë. Dhe cili ishte vendimi yt? Marko qëndroi përpara saj, duke dashur që ajo të shihte sinqeritetin në sytë e tij. Vendimi im ishte që ti të mos i pengosh asgjë. Ti je pjesë e rrugës sime. Olivia i puliti sytë, e habitur. Marko. Më lër të mbaroj, tha ai, duke përsëritur fjalët që i kishte thënë Kiarës më parë. Këtë javë, u përpoqa ta imagjinoja jetën time në 2 mënyra të ndryshme. Njëra ishte ribashkimi me Kiarën, rindërtimi i familjes sonë të vjetër.
Tjetra ishte vazhdimi i kësaj jete të re që fillova të ndërtoja me ty dhe Anën. Olivia heshte, por Marko mund të shite lotët që i mbusheshin me sy. Dhe e kuptova se opsioni i parë kishte të bënte me sigurinë, me të njohurën, me bërjen e asaj që dukej e drejtë në letër. Por opsioni i dytë kishte të bënte me dashurinë e vërtetë, me lidhjen e vërtetë, me ndërtimin e diçkaje të re dhe të sinqertë. Marko u gjunjëzua para saj duke i kapur dorën. Olivia, të dua. Më pëlqen mënyra se si e trajton Anën, më pëlqen mënyra se si më bën të ndihem, më pëlqen personi që bëhem kur jam me ty dhe e di që edhe Ana të do. Lotët e Olivias filluan të rridhnin lirshëm. Po familja e saj. Dhe çfarë dëshiron në të vërtetë Ana? Ana dëshiron të më shoh të lumtur. Dhe e vërteta është se jam më e lumtur me ty se kur më parë. Sa i përket familjes, ndoshta është koha ta ripërcaktojmë se çfarë do të thotë familja për ne. Olivia e shikoi për një moment të gjatë, sikur të përpiqej të përpunonte fjalët e tij. Marko, isha shumë e frikësuar. Kisha frikë se mos lidhesha shumë me të dhe pastaj të më braktisnin përsëri. Nuk do të braktisin. Të premtoj. Po sikur të mos funksionoj? Po sikur Ana të vendos që ju të ktheheni në një familje tradicionale? Marko buzëqeshi duke kujtuar fjalët e së bijës. Ana më tha tashmë se unë buzëqesh më shumë kur jam me ty, ajo është më e mençur se ne të dy. Olivia më në fund buzëqeshi mes lotëve. A e tha vërtet këtë? Tha ajo. Dhe e di çfarë tjetër? Ajo mezi pret të shoh përsëri. Ka bërë 10 avizatime të reja për të treguar. Olivia u përkul përpara dhe e puthi butësisht Markon. Ishte puthja e tyre e parë, e mbushur me të gjitha emocionet që kishin mbajtur fshehur për javë të tëra. Kur u ndan, të dy po buzëqeshnin. Atëherë, çfarë bëjmë tani? Pyeti ajo. Tani le të shkojmë të marrim Anën dhe të shkojmë në kafenen ton. Është e shtunë dhe ne kemi tradita për të respektuar. Olivia qeshi, tingulli më i bukur që Marko kishte dëgjuar prej javësh. Tradita jon? Tradita jon, konfirmoi ai duke e puthur përsëri. Një orë më vonë, të tre ishin ulur në tavolinën e tyre të zakonshme në kafene. Ana ishte hedhur në krahët e Olivias sapo e pa, sikur të ishin shoqe të vjetra që nuk ishin parë me njëri tjetrin prej vitesh. Ajo menjëherë nxori portofolin e saj me vizatime, duke treguar çdo vepër arti që kishte krijuar gjatë javës. Ky jeti duke u mësuar fëmijëve të tjerë, shpjegoi Ana, duke treguar një vizatim të Olivias të rrethuar nga disa fëmijë. Sepse je një mësuese shumë e mirë. Olivia e shikoi vizatimin me entuziazëm. Është i bukur, Ana. Dhe e di çfarë? Po mendoja t'ua mësoja fëmijëve për të. Seriozisht? Pyeti Marko i kurioz. Po. Një mik i imi punon në një qendër komunitare dhe tha se po kërkonin dikë që të zhvillonte punëtori arti për fëmijë, veçanërisht për fëmijë që kanë kaluar kohë të vështira. Marko ndjeu gjoksin ti mbushej me krenari. Ai pa tek Olivia jo vetëm dikë që i kishte kapërcyer vështirësitë e veta, por dikë që donte ta përdorte përvojën e saj për të ndihmuar të tjerët. Duhet ta pranosh, tha ai. Je i mrekullueshëm me fëmijët. Kjo është e vërtetë, u pajtua Ana. Ti je mësuesja më e mirë në botë. Ndërsa pinin kafe dhe planifikonin pjesën tjetër të ditës, Marko i shikonte dy gratë më të rëndësishme në jetën e tij duke folur dhe qeshur së bashku. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, ai ndjeu se ishte pikërisht aty ku duhej të ishte, me njerëzit e duhur, duke ndërtuar diçka të vërtetë dhe të qëndrueshme. Pasditja kaloi me një ritëm perfekt, park, librari, akullore. Ishte sikur asgjë nuk kishte ndryshuar, por në të njëjtën kohë gjithçka ishte ndryshe. Kishte një qetësi në ajër, një siguri se ky ishte më shumë se sa një takim i rastësishëm midis miqsh. Ishte një familje në formim, e bashkuar jo nga detyrimi apo komoditeti, por nga zgjedhja dhe dashuria e vërtetë. Në park, ndërsa Ana luante në sheshin e lojrave, Marko dhe Olivia ecnin krah për krah, me duart e tyre të ndërthurura natyrshëm. Ishte hera e parë që i lejonin vetes një lloj intimiteti të tillë para fëmijës, dhe Ana dukej se e miratonte plotësisht, duke buzëqeshur sa herë që i shihte së bashku. Marko, tha Olivia ndërsa shikonin Anën në rrëshitse, duhet të them diçka. Toni i saj serioz e bëri Markon të kthehej tërësisht nga ajo. Çfarë ka? Gjatë kësaj jave që kemi qenë larg, kam kuptuar diçka të rëndësishme.
Ajo ndaloi duke organizuar mendimet e saj. Gjithë jetën time, që kur humba familjen time, kam jetuar me frikë. Frikë nga lidhja, frikë nga humbja përsëri, frikë nga besimi se mund të jem përsëri e lumtur. Marko i shtrëngoi dorën duke e inkurajuar të vazhdonte. Por kur u shfaqe në derën time dje dhe the ato fjalë kur zgjodhe të ishe këtu me mua në vend që të ktheheshe në jetën tënde të vjetër, ishte hera e parë pas vitesh që ndjeva se mund të ndaloja së frike. Olivia. Jo, më lër të mbaroj, buzëqeshi ajo, duke përsëritur fjalët që ai i kishte përdorur kaq shumë herë. Dua që ta dish se nuk jam këtu sepse më shpëtove nga ajo vetmi e tmerrshme. Jam këtu sepse ti dhe Ana më treguat se është e mundur të ndërtosh diçka të re dhe të bukur edhe pasi ke humbur gjithçka. Jam këtu sepse zgjedh të jem. Marko ndjeu syt duke ju mbushur me lodh. Dhe unë zgjedh të jem këtu me ty çdo ditë, unë zgjedh të jem këtu. Ata u puthën butësisht, një puthje që vulosi jo vetëm dashurinë e tyre, por edhe vendimin e tyre të vetëdijshëm për të ndërtuar një jetë së bashku. Kur u ndan, pan Anën duke vrapuar drejt tyre. Jeni duke u takuar tani, pyeti ajo me kuriozitetin tipik të fëmijëve. Marko dhe Olivia shikuan njëri tjetrin dhe qeshën. Po, princesh. Po takohemi tani. Kjo është fantastike, thiri Ana duke duar trokitur. A mund t'ja them gjyshes? Mund t'ja thuash kujt të duash, tha Olivia duke u gjunjëzuar për të qenë në nivelin e Anës. Por së pari, dua të di nëse je e kënaqur me këtë. Ana mendoi për një çast me seriozitetin që shfaqte ndonjëherë kur duhej të merrte vendime të rëndësishme. Jam shumë e lumtur. Sepse tani kam përsëri një familje të madhe. Çfarë do të thuash, e dashur? Sepse kam babin tim, mamin tim dhe tani edhe ty dhe ti mund të më mësosh edhe më shumë gjëra rreth vizatimit. Thjeshtësia me të cilën Ana e pa situatën i preku thellë si Markon ashtu edhe Olivian. Për të nuk kishte ndërlikime apo konflikte, vetëm më shumë dashuri në jetën e saj. Në librari, Olivia gjeti një libër për familjet jo tradicionale dhe ja tregoi Anës. Shiko, ky libër flet për familje të gjitha formave dhe madhësive. Ana e shfletoi librin me interes duke parë ilustrime të familjeve me prindër të vetëm, familje adoptuese, familje me gjyshërit si kujdestar kryesor. A do të jetë familja jon këtu? Ndoshta jo pikërisht, u përgjigj Marko, por familje si e jona me siguri ekzistojnë. A mund ta vizatoj familjen tonë për ta? Pyeti Ana me entuziazëm. Çfarë ideje e mrekullueshme, tha Olivia. Mund ta vizatosh dhe pastaj do t'ja dërgojmë botuesit. Gjatë gjithë pjesës tjetër të pasdites, Ana nuk pushoi së foluri për vizatimin që do t'i bënte familjes. Ajo e përshkroi me hollësi se si do të ishte, të tre së bashku në një park, me kafenen në sfond, të rrethuar nga lule dhe me buzëqeshje të mëdha në fytyrat e tyre. Kur erdhi ora e darkës, ata vendosën të gatuanin së bashku në apartamentin e Markos. Ishte hera e parë që Olivia merrte pjesë në një aktivitet shtëpiak si pjesë zyrtare e familjes dhe ai moment kishte diçka thellësisht simbolike. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Ana. Po lazanja, sugjeroi Marko. Është pjata juaj e preferuar për të dy. Ndërsa gatuanin, Olivia i tregonte Anës më shumë histori nga fëmijëria e saj, të cilat Ana i dëgjonte me magjepsje. Marko i shikonte të dy duke bashkëvepruar dhe mrekullohej nga natyrshmëria e marrëdhënies së tyre. Nuk kishte asnjë përpjekje shtrënguese apo artificiale për të krijuar lidhje, thjesht rrjedhte. E di, Olivia, tha Ana ndërsa ndihmonte në montimin e lazanjes, ti je shumë si tezja ime imagjinare. Tezja imagjinare? Pyeti Olivia, e kuriozizuar. Po. Ndonjëherë imagjinoja si do të ishte të kisha një teze që dinte të vizatonte dhe që ishte argëtuese dhe e sjellshme. Dhe ti je pikërisht ashtu siç e imagjinoja. Marko ndjeu zemrën t'i shtrëngohej nga sinqeriteti prekës i së bijës. Ana, pa e ditur, kishte shprehur me fjalë pikërisht atë që përfaqësonte Olivia në jetën e tyre, jo një zëvendësim për diçka që kishte humbur, por një shtesë të re dhe të çmuar në familje. Pas darkës dhe pasi Ana shkoi për të fjetur, Marko dhe Olivia u ulën në divanin e dhomës së ndenjes, duke qëndruar më në fund vetëm për një çast për të përsjatur gjithçka që kishte ndodhur. Është e çuditshme, tha Olivia, duke u përqafuar pas gjoksit të Markos. Ndihem sikur kemi kaluar një stuhi dhe tani më në fund ka dalë dielli. Është një metaforë e mirë, u pajtua Marko, duke i puthur majën e kokës. Dhe e di çfarë tjetër?
Mendoj se jemi më të fortë që ja dolëm mban kësaj stuje së bashku. Si kjo? Sepse tani e dim që zgjedhja jon për njëri tjetrin nuk bazohet në komoditet apo frikë nga të qenit vetëm. Ajo bazohet në dashurinë e vërtetë, edhe kur rrethanat ishin të vështira. Olivia u tërhoq paksa për ta parë në sy. Ke të drejtë. Kur Kiara u kthye dhe ti duhej të bëje atë zgjedhje, e pash qartë se çfarë lloj burri je. Dikush që mendon me kujdes për vendimet që e vë mirëqenien e vajzës së tij në vend të parë, por që ka edhe guximin të ndjekë zemrën e tij. Dhe pash që je dikush që është i gatshëm të largohet për të shmangur shkaktimin e problemeve, edhe nëse kjo të lëndon. Kjo më tregoi se sa shumë kujdesesh vërtet për ne. Ata e kaluan pjesën tjetër të mbrëmjes duke folur për të ardhmen, për ëndrat dhe planet e tyre. Olivia foli për idenë e saj për zgjerimin e punëtorive të artit për të përfshirë edhe të rritur që kishin përjetuar trauma. Marko ndau planet e tij për të specializuar arkitekturën e tij në projekte të fokusuara në aksesueshmëri dhe përfshirje sociale. E dini çfarë do të ishte e mrekullueshme, tha Marko. Nëse do të mund të punonim së bashku në ndonjë projekt. Imagjinoni një hapësirë komunitare që kombinon arkitekturën gjithëpërfshirëse me artin terapeutik. Sytë e Olivias ndriçuan. Kjo do të ishte një ëndër. Ne mund të krijonim diçka që vërtet bën një ndryshim në jetën e njerëzve. Ishte një konfirmim i mëtejshëm se ata jo vetëm e donin njëri tjetrin, por ndanin vlera dhe pikpamje botërore që i plotësonin në mënyrë të përkryer. Kur më në fund shkuan për të fjetur, të dy ishin të sigurt se kishin marrë vendimet e duhura dhe se ardhmja që i priste do të ndërtojë mbi themele të forta dashurie, respekti dhe qëllimi të përbashkët. Muajt në vijim ishin më të lumturit e jetës së Markos. Olivia e kishte pranuar punën në qendrën komunitare dhe shpejt u bë e dashur nga të gjithë fëmijët dhe prindërit. Punëtoritë e saj të artit ishin gjithmonë të mbushura plot dhe ajo zhvilloi një metodë të veçantë për të mësuar fëmijët që po përballonin vështirësi, duke përdorur përvojën e saj për t'i frymëzuar ata. Marko, nga ana e tij, kishte marrë një ngritje në detyrë në zyrë dhe tani drejtonte projekte të arkitekturës së qëndrueshme, diçka që kishte qenë gjithmonë pasioni i tij. Ana po shkëlqente në shkollë, veçanërisht në art, ku ajo zbatonte teknikat që Olivia i mësonte gjatë fundjavave. Rutina e tyre ishte zhvilluar natyrshëm. Olivia kalonte disa ditë të javës në apartamentin e Markos dhe Anës, duke darkuar me ta, duke i ndihmuar me detyrat e shtëpisë dhe duke marrë pjesë në aktivitetet e përditshme. Në fundjavë, ata e ruanin traditën e tyre të kafes, por tani përfshinin edhe rituale të tjera, vizita në muze, shëtitje me biçikletë në park dhe pasdite gatimi ku të tre gatuanin së bashku. Siç kishte premtuar, Kiara ishte ambientuar mirë në qytet dhe mbante një marrëdhënie të përzemërt me Markon. Ajo e merrte Anën 2 herë në javë për darkë dhe disa herë në fundjavë. Çuditërisht, ajo dhe Olivia shkuan mirë që nga takimi i tyre i parë. Kiara e kuptoi shpejt sa e mirë ishte Olivia me Anën dhe Markon, dhe Olivia, nga ana tjetër, e respektoi rolin e Kiarës si nëna e Anës. Ishte një pasdite e diel, 6 muaj pas vendimit të tij, që Marko pa diçka që e preku thellë. Ata ishin në park kur një fëmijë i vogël rëshiti dhe po bëhej gati të vraponte drejt rrugës së ngarkuar. Olivia, edhe pse vetëm me një krah, reagoi me një shpejtësi mbresëlënëse, duke vrapuar dhe duke e kapur fëmijën para se të ndodhte ndonjë gjë serioze. Faleminderit. Faleminderit shumë, tha nëna e fëmijës, dukshëm e panikuar. Nuk e di çfarë do të kishte ndodhur nëse nuk do të kishe qenë këtu. Marko e shikoi Olivian teksa fliste me qetësi me nënën e saj dhe luante me fëmijën e friksuar derisa ajo pushoi së qari. Në atë moment, ai pa jo vetëm gruan që e donte, por edhe një person të jashtëzakonshëm dhe të guximshëm, të aftë për ta mbrojtur dhe për t'u kujdesur. Dik që, pavarësisht të gjitha humbjeve që kishte pësuar, ende kishte mjaftueshëm dashuri për t'i dhënë botës. Ishte atë natë, pasi Ana ra në gjumë, që Marko mori vendimin e tij përfundimtar. Olivia, tha ai ndërsa lanin enët së bashku, a mund të bëj një pyetje? Sigurisht. Je i lumtur? Me këtë jetë, me ne? Olivia ndaloi së thari pjatën në duar dhe e shikoi me habi. Marko, nuk kam qenë kur kaq i lumtur në jetën time. Pse? Sepse as unë nuk kam qenë kur kaq e lumtur. Dhe sepse dua të sigurohem që ti të ndihesh pjesë e kësaj familjeje. Ndihem, tha ajo butësisht. Më shumë se sa e kisha imagjinuar ndonjëherë të mundur pas gjithçkaje që kam humbur.
Marko pohoi me kokë, duke e ditur tashmë se po merrte vendimin e duhur. Në javët në vijim, Marko filloi fshehurazi të planifikonte një surprizë për Olivian. Ai foli me Anën, e cila u emocionua shumë kur dëgjoi për planet e babait të saj. Ai foli gjithashtu me Kiarën, e cila i ofroi asaj ndihmë dhe mbështetje të plotë. Ai madje kontaktoi disa nga kolegët e punës të Olivias për t'u siguruar që surpriza do të ishte perfekte. 2 muaj më vonë, një të shtunë që shënoi saktësisht 10 muaj që nga takimi i tyre i parë në kafene, Marko e vuri në zbatim planin e tij. Ai i tha Olivias se kishin planifikuar një surprizë të veçantë për atë ditë, por nuk zbuloi asnjë detaj. Kur mbërritën në kafene, Olivia u hutua kur pa se kishte shumë më tepër njerëz se zakonisht dhe shumë prej tyre dukeshin të njohur. Aty ishin disa nga kolegët e saj nga qendra komunitare, Chiara me një buzëqeshje rrezatuese dhe madje disa nga fëmijët nga punëtoritë e Olivias me prindërit e tyre. Marko, çfarë po ndodh? Pyeti ajo, dukshëm e habitur. Diçka shumë e veçantë po ndodh, u përgjigj Ana, duke kërcyer pothuajse nga gëzimi. Menaxheri i kafenes u afrua me një tortë të vogël, të dekoruar tamam si ajo torta e parë e ditëlindjes, me një qiri të vetëm në qendër. Por këtë herë, pranë pjatës kishte një kuti të vogël prej kadifeje. Marko e mori kutinë dhe u gjunjëzua para Olivias, e cila i vuri duart në fytyrë, me lotët që i mbushnin sy. Olivia, filloi ai, me zë të mbytur nga emocionet. 10 muaj më parë, ti hyre në këtë kafene duke kërkuar vetëm një vend për të ulur. Por gjete shumë më tepër se kaq. Ti gjete një familje. Dhe ne të gjetëm ty. E gjithë kafeneja ishte në heshtje absolute, të gjithë po shikonin ngjarjen që zhvillohej. Ti na e transformove jetën në mënyra që nuk I kishim imagjinuar kurrë. Ti mësove Anën të vizatonte me dashuri, më mësove mua të dua përsëri dhe na tregove të gjithëve se familjet mund të ndërtohen në mënyrat më të papritura dhe të bukura. Marko hapi kutinë e vogël, duke zbuluar një unas të thjeshtë, por elegante. Olivia, do të martohesh me mua? Do të martohesh me ne? Ana ju bashkua të atit, duke u gjunjëzuar pranë tij. Të lutem, Olivia. A do të jesh familja jon për gjithmonë? Olivia shikoi Markon, pastaj Anën, pastaj të gjithë në kafene që po e shikonin me buzëqeshje dashurie. Ata ishin njerëz që ishin bërë komuniteti I saj, rrjeti I saj mbështetës, familja e saj e re. Po, tha ajo midis lotëve dhe të qeshurave. Po, dua. E gjithë kafeneja shpërtheu në duar trokitje. Marko ja vendosi unazën në gisht dhe e puthi, ndërsa Ana u hodh në krahët e të dyve. Ishte një moment gëzimi I pastër, I festuar nga një komunitet I tërë që kishte dëshmuar rritjen e asaj dashurie. Dasma u zhvillua 3 muaj më vonë, në një ceremoni të thjeshtë, por domethënëse. U mbajt në të njëjtën kafene ku filloi gjithçka, e cila ishte zbukuruar me vizatime që Ana kishte bërë gjatë muajve, foto të familjes së Olivias që ajo kishte humbur dhe lule që përfaqësonin fillime të reja. Ana ishte vajza e luleve, shkëlqente me fustanin e saj të verdhë, duke I mbajtur unazat me seriozitetin e një fëmije që e dinte se po merrte pjesë në diçka shumë të rëndësishme. Kiara ishte e pranishme, e prekur dhe në fjalimin e saj të shkurtër tha me kujdes sa e lumtur ishte që I shihte Markon dhe Anën kaq plot gëzim. Ceremonia u drejtua nga një mik I Markos, I cili foli rreth asaj se si dashuria e vërtet shpesh vjen kur më pak e presim dhe se si familjet më të bukura janë ato që ndërtohen me zgjedhje, jo vetëm rastësisht. Kur Marko dhe Olivia shkëmbyen betimet, asnjë sy I thatë në dhomë nuk ndenji. Ata premtuan se do të ishin aty për njëri tjetrin në të mirë e në të keq, premtuan se do të kujdeseshin së bashku për Anën dhe premtuan të nderonin kujtimin e atyre që Olivia kishte humbur, duke I bërë ata pjesë të familjes së tyre të re nëpërmjet dashurisë dhe kujtimit. Premtoj të dua jo vetëm për atë që je, tha Marko, por edhe për atë që na ndihmove të bëhemi. Premtoj ta nderoj këtë familje që ndërtuam së bashku, u përgjigj Olivia, dhe premtoj se njerëzit që humba do të jenë gjithmonë të pranishëm nëpërmjet dashurisë që mbaj me vete. Festa ishte e vogël, por e gëzueshme, me muzikë, vallëzim dhe shumë të qeshura. Ana këmbënguli të mbante një fjalim, duke qëndruar në një karrige për t'u drejtuar të ftuarve. Doja ta falenderoja Olivian që e bën baban tim të buzëqesh çdo ditë, tha ajo me seriozitetin e një fëmije. Dhe doja ta falenderoja që më mësoi se familjet mund të rriten kur gjen njerëz të veçantë. Në fund të mbrëmjes, pasi të ftuarit ishin larguar dhe po rregullonin kafen, Ana gjeti një cep të qetë me Markon dhe Olivian. Tani jemi një familje e vërtet,
tha ajo, duke I përqafuar të dy. Ne kemi qenë gjithmonë një familje e vërtet, e korrigjoi Olivia butësisht. Që nga ajo e shtun e parë. Marko shikoi dy gratë që I donte më shumë në botë, duke menduar se si jeta kishte një mënyrë misterioze për t'i vendosur njerëzit e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur. Ai mendoi për gruan që kishte mësuar të mbijetonte pas përfundimit të një martese dhe që tani kishte gjetur jo vetëm dashurinë, por edhe një lloj të ri familjeje. Ku do të shkojmë tani? Pyeti Ana, duke përpëlitur. Në shtëpi, u përgjigjen Marko dhe Olivia në të njëjtën kohë, pastaj qeshën kur kuptuan se kishin folur në të njëjtën kohë. Në shtëpinë tonë, e korrigjoi Marko, dhe të tre fjalët nuk kishin tingëlluar kur kaq perfekte. Një vit më vonë, Olivia kishte hapur studion e saj të artit në komunitet, ku ofronte punëtori falas për fëmijë në situata të cenueshme. Ana, tani 8 vjeçe, ishte asistentja e saj speciale të shtunave, duke ndihmuar fëmijët më të vegjël me projektet e tyre artistike. Studioja ndodhej në një hapësirë që Marko e kishte projektuar posaçërisht për të një mjedis I gjerë dhe I ndritshëm me stacione pune të përshtatura për fëmijë me nevoja të ndryshme. Kishte rampa hyrjeje, tavolina pune me lartësi të ndryshme dhe një kopsht të brendshëm ku fëmijët mund të gjenin frymëzim në natyrë. Olivia është mësuesja më e mirë në botë, u thoshte Ana fëmijëve të rinj që vinin në studio. Ajo më mësoi se nuk ka rëndësi si vizaton, por dashuria që I kushton vizatimin. Marko shikonte me krenari teksa gruaja e tij e kishte transformuar dhimbjen e saj në qëllim. Ajo punonte kryesisht me fëmijë që kishin humbur familjen, jetonin në strehimore ose kishin ndonjë lloj aftësie të kufizuar. Dhe në secilin prej tyre, ajo pa një pasqyrim të udhëtimit të saj të shërimit. A e dini pse më pëlqen kaq shumë të punoj me këta fëmijë? I kishte thënë Olivia Markos një natë. Sepse ata më kujtojnë se arti ka fuqinë t'i japë za asaj që nuk mund ta shprehim me fjalë. Marko ishte specializuar në arkitekturën gjithëpërfshirëse, duke projektuar hapësira publike të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara. Projekti I tij I parë I madh ishte një qendër komunitare që përfshinte studion e Olivias, biblioteka me libra në braille dhe libra audio, kënde lojrash të përshtatura për fëmijë me nevoja të ndryshme, lëvizshmërie dhe hapësira të përbashkëta që promovonin integrimin shoqëror. Projekti pati aq shumë sukses saqë Marko mori një çmim kombëtar për arkitekturën sociale. Gjatë ceremonisë së ndarjes së çmimeve, ai ja dedikoi njohjen Olivias dhe Anës. Ky projekt lindi nga dashuria, tha ai në fjalimin e tij. Nga dashuria e një gruaje që e transformoi përvojën e saj në karburant për të ndihmuar të tjerët dhe nga dashuria e një fëmije që më mëson çdo ditë se familja ka të bëjë me pranimin dhe përfshirjen. Ana, e cila ishte në audiencë e veshur me fustanin e saj më të mirë, duartrokiti me aq entuziazëm saqë I bëri të gjithë të qeshnin dhe të ndiheshin të emocionuar. Edhe Chiara e kishte gjetur rrugën e saj. Ajo filloi të dilte me një psikolog koleg dhe dukej vërtet e lumtur. Gjatë festave të ditëlindjes së Anës, ishte e zakonshme të shihej 4 të rriturit duke biseduar me gjallëri, ndërsa Ana qarkullonte midis tyre, duke shkëlqyer nga gëzimi që kishte kaq shumë njerëz që e donin. Është qesharake, I kishte komentuar Chiara Markos gjatë njërit prej atyre takimeve. Mendova se një familje e zgjeruar do të ishte e komplikuar, por në të vërtetë është e mrekullueshme. Ana ka kaq shumë dashuri në jetën e saj. Të shtunave në mëngjes, ata ende frekuentonin të njëjtën kafene ku kishte filluar gjithçka. Por tani në tavolinën ku qëndronin dikur kishte një tabel të vogël dhe diskrete, tavolina familjare Allianz, ku takohen zemrat. Pllaka kishte qenë ideja e menaxherit të kafenes, Pietro, I cili e kishte ndjekur historinë e çiftit që nga fillimi. Ju frymëzoni çdo që vjen këtu, kishte thënë ai. Ju tregoni se dashuria mund të lulëzojë në vendet më të thjeshta. Ana, e cila zyrtarisht kishte përvetësuar mbiemrin e Olivias, I pëlqente t'u tregonte kujto që donte ta dëgjonte se si u takuan prindërit e saj. Babi im e la Olivian të ulej me ne sepse ishte e trishtuar, shpjegoi ajo me krenari. Dhe tani ne jemi familja më e lumtur në botë. Dhe ajo e besonte vërtet. Ana ishte rritur duke parë se si dashuria mund të shërojë plagët, si mirësia mund të transformojë jetët, si mund të ndërtohen familjet me guxim dhe zgjedhje të vetëdijshme. Në shkollë, ajo shpesh bënte projekte rreth familjeve të ndryshme, duke përfshirë gjithmonë vizatime të treve së bashku. Mësuesit e saj komentuan se si ajo ishte një fëmijë jashtëzakonisht empatik, gjithmonë e gatshme të përfshinte shokët e klasës që ndiheshin të lënë pas dore.
Ajo mësoi që në moshë të vogël se të gjithë meritojnë një shans për të bërë pjesë e një vendi të caktuar, thoshte Olivia kur merrte komplimente për personalitetin e Anës. 2 vjet pas dasmës, gjatë një të shtune tipike në kafene, Ana bëri një pyetje që i habiti prindërit e saj. Olivia, a trishtohesh ende kur mendon për familjen tënde që ka ikur? Ishte një pyetje serioze, e bërë me ndershmërinë e drejtë për drejtë të fëmijëve. Olivia mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Po, e dashur. Ndonjëherë ende trishtohem. Kështu është malli, nuk zhduket plotësisht, por mëson të bashkëjetoj me dashurinë e re që kemi gjetur. Dhe a e din ata që je i lumtur tani? Olivia buzëqeshi, duke ndjerë sytë e saj të mbusheshin me lodh. Mendoj se po. Mendoj se nga një vend ku janë të lumtura duke ditur se kam mësuar të dua përsëri. Ana pohoi me kokë, e kënaqur me përgjigjen. Mendoj se atyre u pëlqen unë dhe babi. Jam e sigurt që u pëlqen, u përgjigj Olivia duke i puthur në ball vajzës së saj të adoptuar. Marko e ndoqi atë bisedë me gjithë zemër. Ai pa se si Olivia kishte gjetur një mënyrë për të nderuar të kaluarën e saj, ndërkohë që e kishte përqafuar plotësisht të tashmen e saj. Dhe ai pa se si Ana, edhe në një moshë kaq të re, i kuptonte në mënyrë intuitive kompleksitetet e dashurisë dhe humbjes. Po atë ditë, në park, ata takuan një familje të re në qytet, një baba të ve me 2 fëmijë të vegjël që dukeshin të humbur dhe të izoluar. Ana ju afrua menjëherë fëmijëve dhe filloi të luante me ta, ndërsa Marko dhe Olivia nisën një bisedë me baban. Sa po u zhvendosëm këtu, shpjegoi burri, dukshëm i lodhur. Ka qenë e vështirë të përshtatemi. E kuptojmë shumë mirë, tha Olivia me mirësjellje. Ndonjëherë të fillosh nga e para në një vend të ri mund të jetë e frikshme. Ata e kaluan gjithë pasditën bashkë dhe, kur u përshëndetën, Marko e kishte ftuar familjen e re për kafe të shtunën pasardhëse. Është një traditë e jona, shpjegoi ai. Dhe traditat janë më të mira kur ndahen. Ndërsa ecnin për në shtëpia të natë, me Ana që vraponte përpara, Olivia vërejti, është e mahnitshme se si jeta përsëritet në mënyra të bukura, apo jo? Si kjo? Ne e ndihmuam atë familje sot në të njëjtën mënyrë që ju më ndihmuat mua 3 vjet më parë. Është sikur dashuria që morëm shumë fishohet dhe përhapet. Marko pohoi me kokë, duke e kuptuar saktësisht se çfarë donte të thoshte ajo. Ndoshta ky është qëllimi i vërtetë i familjeve. Jo vetëm të kujdesen për njëri tjetrin, por të krijojnë valë kujdesi që përhapen në të gjithë botën. Duke parë jetën e tij, Marko duhej të pajtohej me Anën kur ajo tha se ata ishin familja më e lumtur në botë. Jo sepse ishte perfekte, por sepse ishte ndërtuar mbi dashurinë, zgjedhjen dhe guximin për të besuar se fillimet e reja mund të jenë edhe më të bukura se të parat. 3 vjet më vonë, kur Ana mbushi 11 vjeç, ajo i surprizoi prindërit e saj me një projekt të veçantë shkollor. Ajo kishte shkruar dhe ilustruar një libër për fëmijë të quajtur Si u rrit familja ime, që tregonte historinë e një vajze, babai i së cilës takon një grua të veçantë që u mëson të gjithëve për dashurinë dhe përfshirjen. Dua ta botoj këtë libër, njoftoi ajo gjatë darkës së ditëlindjes. Në mënyrë që fëmijët e tjerë ta dinë se ka shumë mënyra për ta bërë një familje të lumtur. Marko dhe Olivia shkëmbyen vështrime, të prekur nga pjekuria dhe mençuria e vajzës së tyre. Dhe në atë moment, ata e dinin se jo vetëm kishin ndërtuar një familje të lumtur, por kishin rritur një fëmijë që do të çonte përpara vlerat e dashurisë, përfshirjes dhe shpresës që ata kishin mësuar. Libri i Anës u botua më vonë nga një botues vendas dhe u bë popullor në shkollat e rajonit, duke u përdorur për të mësuar fëmijëve rreth diversitetit dhe pranimit në familje. Dhe sa herë që Marko shihte një fëmijë duke lexuar librin e vajzës së tij, ai ndjente mirënjohje të pamas për atë të shtunë me shi, 3 vjet më parë, kur një grua e trishtuar kërkoi të ndante tryezën e saj në kafene. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Markos, Olivias dhe Anas t'ju ketë prekur zemrat aq sa na ka prekur edhe neve. Kjo është një histori për shanset e dyta, se si dashuria mund të lulëzojë në vendet më të papritura dhe se si familjet ndërtohen jo vetëm nga lidhjet e gjakut, por edhe nga lidhjet e zgjedhjes dhe të dashurisë. Nëse u prekët nga kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe ta pëlqeni këtë video. Kjo na ndihmon të vazhdojmë t'ju sjellim histori që festojnë fuqinë e dashurisë dhe shpresës. Në komente na tregoni, a besoni në shanset e dyta në dashuri? A keni përjetuar ndonjëherë një histori fillimesh të reja që ju ka lënë gjurmë? Duam të dëgjojmë për përvojat tuaja.
dhe mos i humbisni videot tona të ardhshme, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë kompleksitetet dhe bukuritë e marrëdhënieve njerëzore. Faleminderit shumë që na u bashkuat në këtë udhëtim emocional.